Ditën e dishme u zbulua se Partia Demokratike ka paguar 1.4 milion euro se dollar për Chris Lachivita dhe ekipin e tij të fushatimit. Një parti opozitare e cila ka 12 vite në opozit, si le ta themi justifikon këto para të Do tani, kontratat bëhen, për shembull, kontratat, si që bëhen në futboll, si që bëhen në këto, kontratat me këta njerëz, bëhet, ku ta shkruaj me peshkja, s'ka, i ka me letra. Kontrata bëhet, do vish, këtu ndani, si që mendoj unë, se unë jam pe shkollë, unë jam këshu pa shkollë, pa gjep, po si që mendoj unë, ta lidh me futbollin, kontratë, bërë kontratë, 1.400.000 euro. 1 miliard e 400 milion shqiptare. Tani, hajden që këtu ti, Lachivita, po, kontratën firmose 1.400.000. Do t'i japim ne 1.400.000 euro ty. Mikët s'japë. Atere, ne do t'japim ty 1.400.000 euro për të dhenë kontributin tënd që nga Amerika do vish këtu dhe të nashtosh, do me thënë, jo të na thellosh umbjen, po të nashtosh deputetët që të fitojmë ose që të mundim ramën, do me thënë, e kupton ti, dhe bet aty Klaukoza, si shruhet, s'kam shkollë. Edhe shkruhet aty. Lachivita do t'i japim 1.400.000 euro. Sa për dijeni Lachivita, leka shqiptare këto benë 1.400.000.000. Do t'i japim që t'i japësh kontributin tënd në këtë muaj fushate. Tani, ne do t'i japim ty 1.400.000 euro ty. Ne do t'i japim ty. Po ti, në qoftë se nuk na jep asgjë, asnjë, do me thënë, qa do na japësh ti, Lachivita, i thanë këta? Lachivita, ti do vish dhe, si që tha Edi Ramës, do të mund, do të bikshu, okej. Lachivita, po se munde? Ore në kontratë, se janë lek. Lachivita, në qose nuk e mund, në kontratë, në qose ti nuk e mund të ramën, dhe ne marim, dhe ne, do më dhënë ti mendon, që nga 120, ne të marim 71, që të mundim atë, apo jo? Po, 71 deputet mendon ti Lachivita. Ti Lachivita, që mendon 71 deputet, që të mundim 71, shumë bukur, era të marim 69, kaq, dua unë që të fitoj, dhe i ke 1.400.000 euro, që ja ropë që për një muaj nuk meras, 1.400.000 meras Ronaldo, ta kam fjallën, ose ta njeri, 1.400.000 do 2 vitet i marë këj muti Guardiola dhe këta.